si kam bërë pjekin, kam bërë atë përgatitjen tas, ndërkohë që po që kam edhur atë përzirin që bëra me miell, kozë dhe vesë dhe një gotuj, edhe kam futur në furrë pastaj, kam futur dhe pak gjalp sipër dhe kam marrë pjekin pastaj ta marrë. Kadifeja tha mënyrën e të bërit vet. Unë do them mënyrën si e bënim ne në shtëpi. Do me thënë, ka disa mënyra. Dhe dua ta shpjegoj logjikisht për ta kuptuar. Për shembull, marrim mishin e qingjit dhe nana ime e bënte e zjente pak me pak ujë. Dhe përfitojmë lëngun dhe mishin e zjerë. Pastaj e fuste në furrë. Çfarë bëj? Duhet ta hequ këtë lëngun apo duhet ta lë aty? Jo, do ta lëm aty në pak ujë, nuk është nevoja, 2 gishuj këta. Dhe pastaj e fute pjek. Do me thënë, pasi e zjeve, fute pjek. Dhe ajo merr ngjyrën e kuqërend, sepse kur të edhim për bërësit e tje, mishi. Vetëm mishi dhe ujin. Edhe ujin e fute pjek pasi e ke zjerë. Kaq, po. Pastaj, në një enë rahim vezët, kosin, një lugë miell dhe në fund të tavës, ku është zjerë mishi, hedhim vetëm një lugë oriz. Nuk e bëjmë orizin përpara me mish, sepse orizi ka rolin e mpiksjes së gjës. A pra thith ujrat orizi. Thith ujrat. E kuptoj. Tani kam një pyetje këtu që është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është komplet e ti. Po, kam një pyetje që është shumë e rëndësishme. Kur i hedh duhet, çfarë lloj kosi duhet? Një, ka rëndësi kosi, dhe e dyta, sa vezë më duhet mua t'ja hedh? Shiko, unë e bëj për shembull 1 kilogram kos 4 kokra vezë. Unë e bëj 1 kilogram kos 4 kokra vezë. Sa e bën ti ka 3 kokra vezë. Unë e bëj me 4 kokra vezë. Unë jam afër Korçës, më kësintare. Dhe unë i hedh dhe një lugë miell kos vezë, një lugë miell, dhe edhe lëngun që ka ajo aty, e marrë dhe e përzi me kosin edhe me vezët. Dhe pastaj ja hedh të gjithë dhe pastaj e fus në furrë. Që ka e shpejt. Është e shpejt dhe shumë e mirë. Është një gatim që e duan gjithë. Tani Kadife, duhet ta provojmë? Patjetër. Po patjetër. Ky është pjesa e preferuar. Me luk floriri. Me luk floriri. Me luk floriri. Me luk floriri. Do ta them Kadife, un kam një problem. Kur vjen puna te gatimet tradicionale e them gjithmonë, edhe kur shkoj në një restorant, e kam shumë vështirë që të porosis një gjë që të jetë tradicionale, shumë tradicionale, sepse në kokën time kam vetëm shijen që më gatuani me më.